Në Big Brother Kosova ka debate që kalojnë dhe ka ndarje që mbesin. Ndarje që nuk bëhen me britma, por me fjalë të ftohta, të qarta dhe përfundimtare. Pikërisht kështu ndodhi në momentin kur Fjolla ja tha hapur Arditit atë që kishte kohë që e mbante brenda, pa ngritur zërin, por me një ton të prerë, Fjolla vendosi kufirin, Ardit, nga sot i ke të mbyllura çdo gjë me mua. E humbe misin që pate me mua. Nga miza e bëre qullin, bravo të qoftë. Nuk më intereson misia jote. Këto fjalë nuk ishin shpërthim nervash. Ishin vendim. Ishin rezultat i një zhgënjimi të grumbulluar, i një besimi të thyer dhe i një ndjenje se durimi kishte marrë fund. Fjolla nuk po debatonte më, ajo po mbyllte një kapitull, misia me saj dhe Arditit kishte qenë e qetë, e ndërtuar gradualisht, pa shumë zhurmë. Por në Big Brother, shpesh janë pikërisht këto marrëdhënie të heshtura që thyen më rënd. Sepse kur nuk pret goditje, zhgënjimi dhem më shumë. Shpreja nga miza e bëre qullin tregoi qartë se për Fjollën, Arditi kishte egzageruar. Kishte komplikuar situata të vogla dhe kishte lejuar që keqkuptimet të shndërroheshin në probleme të mëdha. Dhe në vend që t'i zgjidhte, i kishte përkeqësuar. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të fortë ishte indiferenca që pasoi. Fjolla nuk kërkoi shpjegime, nuk la derë hapur për sqarim. Kur tha nuk më intereson misia jote, ajo i hoqi Arditit çdo rol emocional në lojën e saj. Dhe në Big Brother, kjo është ndër goditjet më të forta që mund t'i bësh dikujt. Arditi u gjen përballë një realiteti të ashpër, heshtja dhe pozicionimi i paqartë kanë kosto. Në një shtëpi ku çdo marrëdhënie është edhe strategji, humbja e një aleati nuk është vetëm emocionale, por edhe taktike. Ky moment shënon një kthes të rëndësishme për të dy. Fjolla del më e vendosur, më e ftohtë dhe më e fokusuar te loja e saj, pa barë emocionale. Ndërsa Arditi mbetet i izoluar, i detyruar të rishikojë çdo hap që ka bërë deri tani, publiku e paqartë, kjo nuk ishte dramë për kamera.